Me ndryshimet e propozuara nga Ministria e Drejtësisë, edhe nëse viktima nuk paraqet një kallëzim, autori i veprës penale tani mund të ndiqet penalisht sipas detyrës zyrtare për veprën lëndim trupor. Institucionet do të jenë të detyruara të veprojnë sipas një kallëzimi nga çdo dëshmitar i dhunës në familje, pra në këtë rast një i afërm, fqinj apo edhe një kalimtar rasti. Pritjet janë që kjo do të rrisë efikasitetin e institucioneve dhe më e rëndësishmja, do të inkurajojë viktimat të kërkojnë ndihmë. Ministria e Drejtësisë tregon se aktualisht po punohet për harmonizimin e mëtejmë të ndryshimeve me Ministrinë e Brendshme, pas të cilës ato do të hyjnë në procedurë qeveritare. Ndryshimet në kodin penal gjithashtu ripërcaktojnë veprën penale të lëndimit trupor nga neni 130, duke hequr ndjekjen penale me propozim në rastet kur vepra penale është kryer gjatë kryerjes së dhunës me bazë gjinore, dhunës ndaj grave ose dhunës në familje, ose nga urrëtia ose kundër një personi që është veçanërisht i prekshëm për shkak të moshës së tij, aftësive të kufizuara të rënda fizike ose mendore, ose shtatzanisë, me që rast kjo formë e veprës penale do të ndiqet penalisht sipas detyrës zyrtare në përputhje me dispozitat e Konventës së Stambollit, njoftoi Ministria e Drejtësisë. Organizatat jo qeveritare i mirëpresin ndryshime të tilla, por duan që ato të mos mbeten vetëm në letër, pra të zbatohen në realitet. Ngarjeti kombëtar kundër dhunës në familje thonë se kjo reformë mund të ndalojë praktikën e frikës se viktimat do të tërheqin kallëzimet e tyre kundër autorëve. Ndryshe, sipas statistikave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në 6 muajt e parë të këtij viti, janë kryer gjithsej 512 vepra që lidhen me dhunën në familje, shumica e të cilave përfunduan me dëmtime trupore. Kjo statistikë tregon se pothuajse të gjithë autorët ishin burra.